Zoti Berisha, AIDU-ja më herët ka miratuar një rezolut për Shqipërinë të propozuar nga Partia Demokratike. Sot ju jeni pjesë në këtë summit. Si kanë qenë takimet dhe ku keni fokusuar ju bisedën me përfaqësuesit e partive politike që janë pjesë e AIDU-s? Sot është forumi botëror i AIDU-s që mbahet në Bruxelles, njëherë mbahet në Washington, herën tjetër mbahet në Bruxelles. Unë erdha këtu me urgjencë për të mbrojtur votën e shqiptarëve, për të paraqitur para audiencës dhe personaliteteve të pranishme në këtë forum farsën e turpshme zgjedhore të 11 majit. Dhe këtu ka një terren jashtëzakonisht të përshtatshëm, mbasi që të gjitha këto që ndodhen në 11 maj janë të parashikuara në mënyrë të plotë në rezolutën e dhjetorit të forumit të Washingtonit të AIDU-s. Në këto orë qëndrimi pata rastin të takoj dhe ta informoj për zhvillimet e fundit presidentin e AIDU-s, zotin Stefan Harper, dhe shumë personalitetet të tjera nga Europa, por dhe vendet tjera nga mbar bota. Pra, qëllimi kryesor është denoncimi online, se flak për flak, si thuash, i farsës elektorale të cilën për hir të zvërtetës e kanë denoncuar dhe e kanë denoncuar me profesionalizëm të madh edhe vëzhguesit e zgjedhjeve, të vëzhguesit e institucioneve ndërkombëtare të zgjedhjeve të 11 majit. Me përfaqësuesit drejtues të partive politike morët një lloj garancie, çfarë garancie i dhan ata Sali Berisha sa i takon kësaj çështjeje? Ata mbështesin plotësisht dhe 100% përpjekjet që po bën Partia Demokratike dhe opozita shqiptare për votën e lirë, për rikthimin e votës lirë qytetarëve shqiptarë dhe denojnë farsën elektorale të Edi Ramës. Ne u jemi pafundësisht mirënjohës AIDU-s, EPP-s dhe CDI, të cilat kanë folur në rezoluta të tyre në një gjuhë të njëjtë ndaj narkoshtetit shqiptar dhe shtrimit të procesit zgjedhor në një farsë elektorale nga Edi Rama, narkodiktatori që ka përqendruar në duart e tij të gjitha pushtetet. Ekipi i Partisë Demokratike edhe sa kohë i duhen për të dorëzuar këto prova tek përfaqësuesit e EPP-s, Parlamentit Evropian, Këshillit të Evropës, përfaqësuesit e AIDU-s, për të dorëzuar provat e farsës elektorale siç e quheni ju dhe atyre që ju keni denoncuar përfaqësuesve tuaj nga Selia Blu gjatë këtyre ditëve pas 11 maj? Ne çdo gjë kemi gati në kohë reale, e kemi të përgatitur, por natyrisht finalizohet me finalizim në procesit zgjedhor dhe shqyrtimit të ankesave. Pas kësaj ne raportin e kemi gati, ne kemi punuar në mënyrën më serioze. Ne kemi parashikuar këto zhvillime dhe pikërisht në këtë trend ne kemi dokumentuar shumësinë e pafundme të parregullsive, të dhunimeve, të manipulimeve të këtyre zgjedhjeve. Kështu që fundi i procesit ka pothuajse në të njëjtën kohë është dhe përfundimi i raportit të cilin ne do ta paraqesim në të gjitha organizatat e mëdha ku bëjmë pjesë, por të gjitha kancelaritë e mëdha të Europës dhe të botës, në Washington, në kancelarinë gjermane, në britanike, në Francë dhe kudo do paraqesim dokumentacionin e farsë elektorale të Edi Ramës. Zoti Berisha,
Je pyetur edhe më herët ku është ndryshimi midis 2001-shit dhe 2025-s dhe këto prova duke parë edhe zhvillimin e teknologjisë tashmë, sepse pamjet filmike janë më të qarta me kalimin e kohës. Ju keni besim më shumë tek provat që keni mbledhur tani apo tek ato duke bërë krahasimin me 2001-shin? Kanë qenë të një karakteri të ndryshëm. Pse kanë qenë një karakteri të ndryshëm? Në 2001-shin qeveria angazhoi tërësisht policit, kryesisht policit, kurse kësaj here angazhimi ishte shteti i tërë. Kësaj here Edi Rama publikisht bleu vota, shpërndau 70 milion euro në fushat elektorale për të ble vota, duke dhënë 100 euro 48% të votuesve shqiptar që janë pensionistët sot. Bleu vota duke falë 200 milion euro kamata dhe gjoba të 10 vjeçari. Bleu euro duke autorizue mbjedhjen e miliona rrënjve kanabis në një kohë kur një rrënjë kanabis sjelltar ranjimi euro. Bleu vota duke punësuar me dhjetra mijëra qytetar, po këto ishin të gjitha publike, po ka që shëmburë dhe kriminale ishte undergroundi. Bota e krimit, si asnjëherë më parë u angazhua me të gjithë qindra milion mos miliarda euro në blerje votas në urdhra dhe nxori dhe sjell në parlament rreth 28 kandidat të financuar, të mbështetur, të garantuar prej organizatave kriminale. Ju keni mbajtur 2 hearing të rëndësishme, 2 hearing i keni mbajtur më herët. Mendoni se një hearing në Kongresin Amerikan ka rëndësinë të madhe duke parë këtë situatë dhe çfarë po bëhet në këtë drejtim nga ana e Partisë Demokratike, por edhe përfaqësuesve të saj, po edhe nga vetë ju për të mundësuar një zhvillim në Amerikë sa takon çështjes së zgjedhjeve. Çka për t'ia paraqitur ligjvënësve dhe administratës Shteteve të Bashkuara të gjitha faktet flagrante që kemi, të cilat rrëzojnë këtë farsë elektorale dhe dëshmojnë se Shqipëria është i instaluar narkoshteti. Ne po përpiqemi dhe jam optimist. Natyrisht, agenda e Kongresit Amerikan dhe Senatit është një agendë shumë e ngjeshur, por unë kam shumë besim se do të arrijmë që në një mënyrë ose një tjetër të paraqesim kauzën tonë të drejtë. Zoti Berisha, Parlamenti i vjetër, po e quaj kështu pasi Parlamenti i ri ka dhënë zgjedhje 11 maj do të rikthehet sërish në seancë plenare. Si do të shkojë opozita tashmë në Parlamentin e Shqipërisë? Do të vijojë edhe betejën e saj për votën e lirë siç e keni quajtur ju në Parlament? Ka një agjendë dhe se takon kësaj çështjeje? Opozita do të partojë agjendën e saj, por opozita do të vazhdojë betejën për votën e lirë në të gjitha format. Ka një vendim nga ana e policisë së shtetit që mos lejohet protesta e njoftuar nga ana e opozitës ditën e nesërme në orën 17. Keni një përgjigje për policinë e shtetit dhe keni një skenar të dytë? Opozita nuk njeh asnjë vendim antikushtetues. Gjykata kushtetuese e Republikës së Shqipërisë i ka dhënë përgjigje përfundimtare çështjes së tubimeve. Po, ne deklarojmë publikisht se tubimi i opozitës nuk kërcënon dhe nuk do të kërcënojë sigurinë e mysafirëve në Tiranë. Faleminderit.